Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Takohemi përsëri sot. Unë si gjithmonë ju uroj mbarësi në çdo rrugë tuajën. Qëllimet e larta edhe të bukura në jetë nuk qëndrojnë veç tek dëshirat apo tek mendimet. Ato bëhen të prekshme me aktivizimin, me përpjekjen, me vullnetin, me çdo gjë që lidhet me një ritëm zemre për t'i realizuar ato. Të rinjt natyrisht kanë shumë çka nga këto mundësi. Të rinjt kanë kohën me vete, kanë botën me vete, pse jo? Unë sot në studio jam së bashku me zotin Kolindo Vjerda, ambasador i ri Europian, përfaqësues i Shqipërisë në Bashkimin Europian për Ballkanin Perëndimor. Mirëmëngjes Kolindo, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes gjithëve dhe faleminderit për ftesën. Jam shumë kurioze të di për ju, por edhe nderuar që keni ardhur në studion tonë. Po, ashtu i nderuar jam vëllai. Të falenderojmë. Çfarë është këtë titull? Keni marrë një titull, jeni përfshirë më herët në një projekt dhe keni marrë një titull, ambasador i ri Europian, përfaqësues i Shqipërisë në Bashkimin Europian për Ballkanin Perëndimor. Unë po ta lë fjalën tim për të më shpjeguar pak më gjatë. Ky është një projekt i cili ka kohë që iniciohet nga Bashkimi Evropian dhe bëhet me të gjithë të rinjtë të vendeve anëtare. Risia e këtij viti ishte risjellja për vendet e Ballkanit Perëndimor. Siç e dim, sot vendet e Ballkanit Perëndimor janë në një proces integrues dhe shumë rëndësishme që edhe të rinjtë të jenë pjesë e këtij procesi. Kjo ndihmon shumë që të rritet bashkëpunimi ndërmjet të rinjve, po ashtu edhe të ngrejmë çështje të cilat ne na shqetësojnë në vazhdimsi, por edhe të njohim më shumë Bashkimin Evropian në veçanti, por edhe projektet që ai risjell në Shqipëri, dhe kjo është një mënyrë e mirë edhe bashkëpunimi ndërmjet të rinjve, sidomos në vendet e Ballkanit, duke ditur që dhe historia të cilën ne kalojmë si vende ballkanike ndoshta na ka përçarë më shumë se na ka bashkuar, dhe është një rinisje e mirë, ndoshta një ide shumë e mirë e menduar nga Bashkimi Evropian për të bashkuar gjithë së bashku dhe ku ka më mirë se tek rinia, dhe për të nisur një rrugtim të ri që nesër gjithë së bashku të jemi pjesë e familjes Europiane. Ju si u përfshit në këtë projekt? Ajo ka nisur si një formë konkurrimi, së pari më është prezantuar nga Qendra Rinore Arka, ku edhe jam pjesë aktive atje. E pash si një mundësi të mirë për të qenë aktiv, e pash si një mundësi të mirë për të kanalizuar ndoshta aktivitetin tim, dhe mendoj që është një mënyrë e mirë për të dëgjuar ndoshta problemet e të rinjve dhe për t'i dhënë zë atyre. Ishte një proces i cili kaloi në disa faza, ku nisëm një formë fushate dhe morëm mbështetje nëpërmjet votave, dhe më pas një fazë e dytë ku ishte juria ajo që përzgjolli 10 individ, 5 ambasador dhe 5 atashe për të 6 vendet e Ballkanit. Pra në total 60 individ, të cilët do punojmë, kuptohet, së bashku për të zgjidhur ndoshta, për të çuar përpara problematika ndryshme, por edhe për të qenë pranë të rinjve, për t'i treguar se çfarë Bashkimi Evropian ofron për ta dhe sa afër është Bashkimi Evropian tek ata. Ju e fituat titullin ambasador i ri Europian. Është një titull që të vë përpara me detyra, me objektiva. Është një titull honorific apo është një titull funksional me të cilin ju çdo ditë punoni, përballeni? Në vetvete është një titull i cili ne na vë para përgjithësive. Është një titull që ne marrim në formë vullnetare, por padyshim që ka pjesë të tij një aktivitet të vazhdueshëm me të rinj, aktivitete të cilat ne do të zhvillojmë në një afat 3 vjeçar, sepse mandati i cilin ne kemi marrë është për 3 vite, dhe mendojmë që të jemi sa më pranë të rinjve dhe të zhvillojmë aktivitete për të dëgjuar zërin e të rinjve në radhë parë. Ajo që i mungon ndoshta sot edhe më shumë Shqipërisë, por të gjitha vendeve të Ballkanit, ka të bëjë me dëgjimin e të rinjve, me dëgjimin e zërit të rinjve, dhe pse mos i japim edhe ne nëpërmjet ndoshta këtij funksioni të ri që na është vënë, t'i japim më shumë zë të rinjve dhe t'i japim ndoshta edhe një mundësi atyre për të shprehur vetveten.
Pra, ju mësoni aktivizimin të rinjve me punën, qoftë duke u nisur nga ky projekt, por edhe ju tashmë si individ që keni fituar një titull të tillë, është shumë i rëndësishëm, siç po thonit, aktivizimi i tyre në proceset e integrimit europian, gjë që bën që shumë projekte, ide, hapa, të jenë jo thjesht të mirëmenduar, por të konsoliduar për të mbërritur në një finale mjaft të mirë për të cilin aspirojmë. Kjo është ndoshta edhe më rëndësishmja mbi gjitha që ne të mos arrijmë të bëjmë vetëm projekte në letër çka kemi bërë deri tani, por të arrijmë të implementojmë ata edhe të sjellim në një mënyrë tjetër të rinjt, të i bëjmë ato të jenë më produktiv dhe të arrijnë që ajo çka është më rëndësishme është që të rinjt të kuptojnë se duhet të aktivizohen. Ndoshta ka ardhur koha që kjo të vijë si një formë kulture për ne, kultura e aktivizimit, që për çdo padrejtësi, për çdo problematikë të cilën ne hasim, të ngrejmë zërin. Ndoshta indiferentizmit duhet i vi fundi dhe të shohim si një mundësi të mirë që secili prej nesh, i cili mendon se ka një kauzë të caktuar dhe mendon se mund ta çojë përpara atë kauzë, të arrijë që të ecë përpara, të çojë zërin. Pastaj patjetër që ka forma dhe mënyra që ato mund të marrin mbështetje dhe të çojmë përpara këto iniciativa, sepse të rinjt kanë mjaft ide, mendoj. Natyrisht, por këto ide janë në një truall jetësor që shpesh ka dhe probleme. Cilat janë pikërisht këto probleme me të cilën ndeshen të rinjt sot në Shqipëri? Të rinjt ndeshen me probleme që në hapat e parë, dhe kjo është problemi më i madh mendoj. Të ndeshesh me probleme që i ri është një fatkeqësi, mund të themi nga njëra anë për të rinjt tanë. Por kjo nis ndoshta që në bankat e shkollës, nis ndoshta që në sistemin arsimor. Vazhdoj më pas tek tregu i punës. Ajo që mund të cekja unë sot, duke e lidhur ndoshta edhe me integrimin e nesër në Bashkimin Evropian, është rëndësia e diplomave, të cilat ne marrim dhe në brenda territorit shqiptar, dhe nesër, nëse ne pretendojmë që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, jemi pjesë e një tregu më të madh pune, ku rëndësia e diplomave ka patjetër një vend të veçantë, ku ti do konkurosh me vende të tjera në një treg shumë të gjerë, çka bën shumë të rëndësishme sot mendoj unë, dhe një problematikë të cilën ne nuk po e përmendim shumë ose nuk po japim shumë zë, po që nesër duhet jetë patjetër shumë rëndësishme nëse ne pretendojmë që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Pastaj problematikat lidhen ndoshta edhe tek tregu i punës me vetë ato të cilën shkollohen sot. Ne nuk arrijmë që të kanalizojmë të rinjt në drejtimet e duhura për tregun e punës. Nuk kemi ndoshta një treg të mirë kërkesë oferte, ku shumë të rinj zgjellin në mënyrë sporadike drejtimin e tyre dhe nesër kur përballen me tregun e punës, shohin se ajo është i mbingopur dhe nuk gjejnë vetveten. Sa ndikon politika në këtë problematikë? Kuptohet që politika është ajo e cila merr vendimet dhe ajo e cila ka përgjegjësinë kryesore. Vendimarrja që ne kemi parë ndoshta në këto 30 vite, mendoj se tek rinia ka qeduar mjaft. Nuk kemi padur projekte strategjike, çka do të thotë që nuk kemi padur projekte të cilat kanë shkuar përtej atyre mandateve qeveritare, po për të menduar për mëtej, për të menduar për rinin, sepse kur flasim për rinin, duhet kuptojmë që është e tashmja dhe ardhmja. Dhe të flasës për të tashmen dhe të ardhmen, kuptohet që duhet kesh projekte të bazuara mirë në të tashmen, por që ka një vlerë strategjike në të ardhmen. Që ndoshta jo vetëm të shërbejnë të sotmes, po të kenë hapa perspektiv në zhvillimin, qoftë në vendet e punës, qoftë në rëndësinë që i duhet dhënë pikërisht hapësirave rinore, kapaciteteve të tyre. Kemi shumë të rinj të shkolluar, madje të shkolluar në shkollat më të mira edhe jashtë që kontribojnë atje. Sa mirë do të ishte që pikërisht ky tru i shumë i vlerësuar të kontribonte më shumë për vendin, të gjente pikërisht këtë truall të mrekullueshëm për të kontribuar këtu. Kjo ndoshta është problematika që ne hasim sot. Jo vetëm i ka të rinj ose njerëz të cilët kanë arritur të jenë të suksesshëm jashtë. Dhe këto e kemi parë sidomos tani në periudhën e pandemisë, ku shumë ekspert shqiptar kanë komunikuar nga jashtë, janë me mira, dhe kjo është një problematikë e rëndësishme jo vetëm për të rinj, por ne po shohim që të rinjt po largohen dita ditës. Dhe po largohet pikërisht kjo pjesë e trurit të kombit. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë që kjo është një vlerë dhe një aset për shoqërinë
dhe nuk duhen të i kaluar këto si problematika të një trendi të cilën të gjithë po e ndjekim për të larguar për një jetë më të mirë. Ne po largojmë individ të cilët shkojnë për të marrë një shkollim më të mirë atje, por që nuk shohin ndoshta kthimin pas, çka është një humbje shumë e madhe për ne si kom, por dhe për të ardhmen tonë, sepse ku do bazohemi nesër në ngritjen e politikave apo ku do bazohemi nesër tek qeverisja e ardhshme, pikërisht do bazohemi tek këto të rinj. Dhe këto të rinj të cilët ne nuk i krijojmë kushtet për të qenë pjesë, ndoshta e vendimarrjes sot për të krijuar kushtet për një shkollim më të mirë, ndoshta krijuar kushtet për një kushte jetese më të mira këtu, ato e shohin shumë të lehtë largimin si një mundësi e mirë dhe një mundësi ndoshta shumë e thjeshtë, por shpeshherë vjen edhe e detyruar, sepse unë mendoj se është një nga problematikat më theksuara sociale që lidhet pikrisht jo vetëm me jetën e rinisë, por edhe me të ardhmen e vendit. Pikrisht kjo problematika kryesore sot që ne po hasim është largimi i të rinjve. Po të shohim edhe statistikat të cilat merren ose përfliten, mund dalim për shembull në statistikat e Gallup, ku 79% e të rinjve po mendojnë të largohen nga vendi. Kjo është ndoshta edhe një përgjigje në heshtje që ato i japin politikave të gabuara që janë ndjekur në këto 30 vite. Nuk duhet ndaj asnjë periudhë as një fashë kohore sepse mendoj se është një vazhdimsi e gabuar në politikat që janë ndjekur. Ndoshta mungesa e investimit thelbësor të rinia duke mos i kushtuar vëmendjen e duhur rinis na ka sjell këtu ku jemi sot, ku shumë të rinj nuk e mendojnë dy herë për të thënë tani ka ardhur koha që ne të largohemi. Por padyshim kjo duhet parë edhe në anën tjetër që duhet rritur padyshim edhe ndoshta mund të them përgjegjësia atyre të cilët qëndrojnë në Shqipëri ose në gjitha vendet e Ballkanit, sepse po shihet si një trend i cili po shkon ndoshta në të gjitha vendet e Ballkanit që deri më tani në këto 30 vite asnjëra nuk u ndërsuan në Bashkimin Evropian. Dhe ndoshta kjo është një, mund të themi, zhgënjim i madh që sot të rinjt e mendojnë shumë të lehtë largimin. Duket paksa agresive politika të ndryshme që e frenojnë pikrisht këtë proces që rinia të gjej këtu të sotmeve të nesërmen e saj. Mund të them se politikat ndoshta mund të mos kenë qenë aq agresive, por kanë qenë të pamenduara. Dhe këto kanë sjell problematika të mëdha kur ka ardhur momenti në implementimin e tyre, të vënien në zbatim. Ne jemi shumë mirë në letër, ne punojmë mjaft mirë në hartimin e projekt ligjeve, padyshim që në çdo moment ka dhe defektet e veta, por në thelb ajo që mund të them dhe ka të bëj, ajo që ka të bëj në thelb është që të rinjt e shohin që këto politika janë larg tyre, janë larg të rinjve, nuk japin zgjidhje të rinjve. Dhe ndoshta kjo është ajo e cila i bën ato të stepen dhe të zhgënjehen nga politika sot dhe ta shohin menjëherë zgjidhje largimi. Si vepron pikrisht projekti juaj i aktivizimit si ambasador të ri europian në mënyrë që të ndihmoni që ky proces i integrimit të rinjve për të kontribuar për vendin të jetë më efektiv. Sa e rëndësishme është ngritja strukturave, kapaciteteve, aktivizimi i aktivistëve lokal për të krijuar një nisma apo vjushmëri në proceset të tilla. Mendoj se gjitha këto janë hallka të një sistemi. Dhe kuptohet kur themi hallkat një sistemi, ato duhet të bashkëpunojnë dhe të punojnë në mënyrë të mirë së bashku për të ofruar produktivitet nesër. Projekti jonë ka në thelb të tij jo vetëm njohjen, siç thash me projektet e Bashkimit Evropian, por edhe me nxitjen e të rinjve. Mendoj se duke i dhënë mundësi të rinjve për të shprehur, është ajo e cila ne na mungon në vite. Dhe kjo është një nismë që ne mendojmë ta nisim duke u lidhur me temat të caktuara që kanë të bëjnë me rinin dhe kështu të shkojmë dhe të shohim realisht problematikat e të rinjve. Ndoshta është mirë që këtë ta bëjë dhe politika që të shkojë te rinia dhe mos pres që rinia të vite tek ata dhe të shkojë të dëgjojë të rinjt. Mendoj se strukturat nuk mungojnë. Kemi struktura të cilat janë jo vetëm të qeverisjes qendrore, por edhe të qeverisjes vendore.
kemi një ministri të posaçme, pjesë e cilës është rinia. Por kemi edhe zyra vendore të cilat kanë të bëjnë me rinin, dhe kjo është pjesa shtetërore e strukturave rinore, por padyshim kemi edhe anën tjetër ku kemi OJF të ndryshme, organizatat, shoqëri të cilat veprojnë jo vetëm në rrethe, por në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo ndoshta është një mundësi për të rinjt, por problemi qëndron se sa produktive janë këto struktura, sa pranë të rinjve janë këto struktura. Dhe në momentin kur ne hartojmë një projekt ligj të caktuar për rinin, kuptohet që grupi interesit janë të rinjt. Sa i dëgjojmë ne të rinjt? Problemet e të rinjve më mirë se të rinjt nuk i di askush. Dhe në momentin e hartimit të projekt ligjeve, më mirë se të pyeten të rinjt, nuk mund të pyeten të tjerët dhe nuk mund të mendojnë për problemet e të rinjve të tjerë, të cilët ndoshta janë më të shkëputur nga të rinjt. Cilat janë disa nga përvojat që ju po kaloni pikërisht në këtë aspekt, në aktivizimin e të rinjve? Mendoj se ajo cila ndoshta nuk ka nisur vetëm sot, por e kam hasur ndoshta edhe më përpara, se më herët se të ndërmerrja këtë aktivizim, ka të bëjë me një indiferentizëm që lidhet tek të rinjt, por që mendoj se ka ardhur koha që kjo ka filluar të kuptohet pak nga pak. Kemi parë disa reagime të rinjve, ndoshta me protestën studentore, ndoshta me protestën më pas të maturantëve. Pra, të rinjt po fillojnë të kuptojnë se ç'sa i rëndësishëm është reagimi për të arritur tek qëllimet që ato kanë, për t'i dalë përpara padrejtësive. Se sa dëgjohen të rinjt, ajo është një problematik me vete, por mjafton që së pari të hedhim hapat e parë që shkojmë drejt reagimit dhe të kuptojmë rëndësinë e tij. Sot të rinjt është e mirë që të jenë aktiv për veten e tyre në radhë të parë, për të qenë pjesë e shoqërisë dhe për të ndërmarrë veprimtari të cilat sjellin dobi tek shoqëria jonë. Në fakt, edhe nga historia jonë, po të mendojmë, janë të rinjt ata që shpesh sjellin ndryshime. Edhe në proceset demokratike ishin të rinjt ata që ishin iniciatorët e parë për të sjellë ndryshime rrënjësore në jetë. Kolindo, cila është përvoja juaj për të ardhur deri në këtë pikë ku ju keni filluar këtë titull? Unë e di që ju jeni aktivizuar në debate të ndryshme, në projekte të ndryshme. Ndoshta kjo përvojë është edhe si jo thjesht një reflektim i aktivitetit tuaj, por edhe një pasqyrë ku mund të kalosh në hapa të aktivizimit social dhe të mirë menduar, do thosha. Mendoj se kjo ka nisur si një dëshirë në radhë të parë për të qenë aktiv, për të qenë pjesë e organizatave dhe shoqërive të ndryshme. Mendoj se ka nisur që në vitet e shkollës mesme, ku padyshim projekte të ndryshme që kemi patur, jo vetëm brenda shkollës, por kam filluar të jem pjesë edhe organizatave dhe shoqërisë civile, më të them këtu në Shkodër. Kam qenë pjesë e urdhërit të Maltës, Maltezerit, ku kam shërbyer si vullnetar për disa vite. Më pas jam bërë pjesë e Këshillit Rinor Arka, ku aty më është dhënë mundësia ndoshta edhe të shpalos një pjesë timen të cilën e kisha më shumë për zemër. Një qendër shumë aktive, që aktivizon të rinjt në shumë aspekte jetësore. Dhe jep mundësinë të rinjve, mund të them, të shpalosin atë pjesë që ato mendoj e kanë më të afërt me to. Dhe në qendrën rinore Arka kemi zhvilluar aktivitete, por kam qenë pjesë ndoshta organizimeve të cilat kanë të bëjnë me diskutimin mes të rinjve. Dhe kjo është ajo të cilën më intereson ndoshta edhe më shumë, që të rinjt të mblidhen, të diskutojnë për problematika të ndryshme që ato hasin, të shprehin këndvështrimet e tyre, të debatojnë shpeshherë, sepse ndoshta kështu dalin edhe zgjidhjet më të mira. Më pas kam vazhduar dhe jam marrë ndoshta me projekte shkollore, siç e përmendët. Kemi qenë pjesë e debateve të ndryshme në rang lokal, por edhe në rang kombëtar. Kjo ka qenë një eksperiencë disa vjeçare që i ka qenë në periudhën e shkollës mesme, por ndoshta me kalimin e kohës, mendoj që mora një iniciativë, fillova të shkruaj, duke botuar disa shkrime të cilat lidheshin me këndvështrime të mia mbi të rinjt, problematikat të cilat kishte sot të rinjt shqiptar. Dhe i kam botuar ndoshta në Shqipëri dhe Kosovë, duke menduar që të rinjt e këtyre dy vendeve kanë natyra të ngjashme dhe problematikat janë pothuajse të ngjashme.
Por ju keni fituar edhe një debat, jeni cilësuar më i miri në një debat të organizuar nga një fondacion i huaj. Po, kjo ka qenë një eksperiencë të cilën ne kemi kaluar në periudhën e gjimnazit. Ishte një konkurs, më themi, që u zhvillua ndërmjet shkollave të ndryshme, ku edhe u përzgjollëm, u shpallëm fitues. Dhe kjo ishte domethënë një, mund të them, rezultati i një pune të një periudhe disa mujore të cilën ne kemi organizuar më mend atëherë. Po, natyrisht vlerësimi, mbështetja ka shumë rëndësi. Apo jo, sepse rinia vërtet me hapat e saj fluturon, por të jesh i mbështetur, i vlerësuar, i mbështetur emocionalisht dhe institucionalisht, është shumë rëndësishme, sepse të jep sigurinë për ecjen. Tek ju si ka ndodhur? Mendoj se për fat të mirë kam gjetur mbështetje. Kam gjetur mbështetje që në fillimet e aktivizimit, siç thash, në gjimnaz, ku kam gjetur mbështetje tek mësuesit, pedagogët e ndryshëm, dhe më kam dhënë mundësi të shpalos vetveten. Më pas kam gjetur mbështetje po ashtu edhe tek organizatat e ndryshme. Ndoshta kush kërkon gjend, siç thuhet, dhe është e mirë që të gjithë të mundohen që të shohin zgjidhje dhe të shohin mundësi për të aktivizuar. Është shumë e rëndësishme mbështetja, sepse ajo të jep shtys për të ecur përpara. Është një mënyrë e mirë që ne t'i nxisim të rinjt, duke i mbështetur ata, që të ndërmarrin iniciativa të ndryshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sot. Duke qenë se jemi në një formë dhe në një moment ku aktivizimi, siç tham, është në periudhën e tij më të keqe, mund të them, por që ka marrë disa iniciativa të vogla, është shumë mirë që sot të mbështetet, dhe ku ka më mirë se të mbështetet nga këto organizata, shoqëria civile, organizata OJF të ndryshme, të cilat veprojnë në të gjitha rrethet e Shqipërisë, t'i japin më shumë mundësi të rinjve, t'i mbështesin më shumë ata dhe t'i lejojnë të rinjt të jenë vetvetja në atë çka të dinë të bëjnë më mirë, dhe kështu ne mund të marrim ndoshta edhe një frytet e një rinie më aktive. Konkretisht, në rolin tuaj si ambasador i ri europian, ku po ushtroni veprimtarinë tuaj, natyrisht në rang kombëtar, por edhe lokal? Çfarë mund thoni për rezultatet e një pune të nisur dhe si përqafohet ajo? Mund të them se ne tashmë kemi nisur, jemi në muajt e parë të kësaj eksperience. Kuptohet që aktiviteti është kombëtar, në rang kombëtar, por padyshim nuk mund ndahem nga Shkodra, nuk mund ndahem nga qyteti ku ka vite që cilën unë kam vazhduar të jem aktiv dhe të jap opinione, mendimet e mia, këndvështrimet e mia mbi problematikat të cilat kanë të bëjnë ndoshta për të rinisë edhe me qytetin. Por mund të them se në këtë fillim kemi nisur ndoshta edhe një fushat jo vetëm prezantimit vetvetes, por edhe ndërmarrjes së disa nismave të vogla për të qenë ndoshta pjesë e disa organizimeve shumë të rëndësishme, mund të them, për shoqërinë sot. Ka patjetër shumë nisma të cilat janë jo vetëm në qytetin e Shkodrës, për të ndihmuar familjet në nevojë, e cila mendoj është një nismë jo vetëm solidare, por është një nismë e cila sjell produktivitet për të kënaqur të tjerët, dhe këtë e kam parë që është përqafuar jo vetëm në Shkodër si nismë, por është edhe në Tiranë, qytete të tjera. Ndoshta kjo na bëri, ndoshta ishte fatkeqësia, mund të them, e tërmetit që na bëri shumë solidar dhe të shohim ndryshe ndoshta perceptimin mbi jetën, por edhe perceptimin mbi raportet që mund të kemi me njëri tjetrin, çka mund të them që ka sjell fryte sot, sepse sot po mendojmë që të jemi më bashkëpunues me njëri tjetrin. Në fakt ju jeni student, vazhdoni të jeni student apo keni përfunduar studimet? Unë jam student në vitin e dytë në degën e financës. Është një degë që të jep mundësi që të lidhesh me një realitet të prekshëm ekonomik? Kjo ka qenë ndoshta edhe një ndër arsyet pse e kam zgjedhur. Ka qenë një dëshirë e imja dhe mendoj se kjo të jep mundësinë që ti të jesh më afër realitetit. Ndoshta në Shqipëri ekonomia është më e prekshme, ndoshta është shumë e prekshme tek të rinjt. Jo më në vitet e më pastajshme, por sidomos kur ne e prekim që të rinj ekonominë dhe vështirësitë që ka ekonomia shqiptare, mund të them që e kupton më mirë realitetin dhe je më i parapërgatitur ndaj asaj që të pret nesër.
Kur nuk je shumë i ri për të ndryshuar botën, është një thënie e Mahatma Gandhit, unë e kam gjetur në materialet tuaja, por gjithsesi të vetëm mendosh, natyrisht një të ri, akoma më shumë, apo jo? Kjo është një shprehje e cila është marrë nga një individ i cili vendosi interesat e kombit të tij përpara vetes, vendosi interesat e popullit të tij përpara interesave personale, dhe është një shprehje e cila të nxit të jesh dhe të kuptosh se sa i rëndësishëm është aktivizimi. Mosha është thjesht një numër. Shpesh ne të rinjt i paragjykojmë për moshën që kanë dhe i paragjykojmë në vendimarrje, i paragjykojmë kur vjen puna në ndërmarrjen e ideve, iniciativave dhe nismave, por është shumë rëndësishme për të kuptuar që të rinjt sjellin risi dhe ajo që mund të themi që edhe historia na ka mësuar jo vetëm në Shqipëri, është që të rinjt përshafojnë shumë shpejt ndryshimet. Janë ato të cilët sjellin më shpejt ndryshimet dhe këto e kemi parë ndër vite. Çka mund të them se kjo shprehje është si një motivim për çdo të ri për të qenë më aktiv, ndoshta për të ndërmarrë nisma dhe pse jo, për të sjellë edhe ide edhe ndryshime kuptohet në atë komunitetin tonë në të cilin ne veprojmë dhe jetojmë. Pikërisht cilat do të jenë ato hapa që bëjnë që rinia të integrohet në proceset europiane, të jetë më fort, më aktivizuar. Cilat janë ato drejtime që duhet punuar akoma më shumë për të realizuar këto pikësynime të mëdha? Mendoj që vetë kjo strukturë që u ngrit tashmë me ambasadorët e rinj europian ka për qëllim ndoshta edhe vetë nga Bashkimi Evropian për të shkuar drejt për drejt tek rinia, për të dëgjuar vetë të rinjt problematikat që ato kanë në vendet e Ballkanit Perëndimor, që janë në një proces integrues. Ndoshta për të mos marrë politikat e të rinjve nga qeveritarët apo nga personalitetet e cilat janë politik bërës në Shqipëri dhe institucionet përkatëse, por për të qenë më afër rinisë, për të kuptuar rëndësisht problemet që ka rinia, por edhe për t'i bërë ato pjesë të qëndësishme të integrimit të Shqipërisë nesër në Bashkimin Evropian. Mendoj se është shumë rëndësishme puna me rinin, por dhe nga ana tjetër të dëgjojmë të rinjt. Ndoshta është shumë rëndësishme që këtë iniciativë për të qenë më pranë të rinjve ta zhvillojnë edhe ato të cilët janë pjesë sot e vendimarrjes. Jo vetëm në pushtetin qendror, por edhe në pushtetin lokal. Pra të jemi më pranë të rinjve, jo vetëm nëpërmjet strukturave të ngritura të cilat janë të ngurta në thelbin e tyre, por të shkojmë më pranë për të dëgjuar të rinj dhe pse jo për të kuptuar problematikat e tyre. Nga ana tjetër, mendoj që të rinjt duhet lënë pas indiferentizmin dhe të kuptojnë se është shumë rëndësishme për ta që të jenë pjesë e aktivizimit, që nesër problematikat të cilat nuk marrin zgjidhje të mos qëndrojnë thjesht në diskutime të ngushta mes tyre, por të japin zë, sepse duke i dhënë zë kemi kuptuar që mund të marrin edhe zgjidhje nga këto struktura dhe instancët të cilat kemi ne në Shqipëri. Kolindo nuk mund ta fsheh ato që ndjej në bashkëbisedimin së bashku. Një ambasador i ri europian, përfaqësues i Shqipërisë për Bashkimin Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte sot në studion time Mirëmëngjes Shkodër, Kolindo Vjerdha. Kolindo, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, për këto jo thjesht mendime, por për këto objektiva shumë të rëndësishme që të vënë të mendohesh, që të vënë të rinj, po gjithë shoqërinë të thellohen paksa më shumë në problematikat më thelbësore sociale që ka sot vendi ynë, për të vënë ato jo thjesht për t'i dëgjuar, por për t'i vënë në rrugën e një zgjedhje që ka të bëjnë me të sotmen dhe të nesërmen e Shqipërisë. Vetë aktivizimi juaj si ambasador i ri europian është një hap shumë i bukur, shumë i rëndësishëm, që zëri i rinisë të jetë më i dëgjueshëm, më aktiv, në hapat e tij më frutëdhënës, në mënyrë që shumë probleme
që lidhen me jetën e familjeve, sepse rinia është pjesa më vitale e familjes dhe shoqërisë, të jenë sa më të fuqishëm, në mënyrë që vendi ynë të ketë një tjetër ritëm jete, të jetë më i dashur për të gjithë, që të mos largohen, që të shërbejnë më së afërmi vendit, familjes, njerëzve tanë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Unë të falenderoj shumë. Ju falenderoj. Të falenderoj shumë që ishët sot në studion tonë. Të uroj mbarësi dhe kur sheh dhe dëgjon njerëz të pjekur, të rinj të pjekur që kanë të tillë ecuri dhe perspektivë mendimi dhe veprimi, nuk ke si të mos jesh krenar. Të falenderoj Kolindo. Të uroj veç mbarësi. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi.